Falenderoj kolegën Daniela Malogu, zhvendosem në këto momente sepse të jem në një bisedë e para që do të kemi me gazetarë, analistë apo edhe përfaqësues të ndryshëm për sa i përket këtij procesi zgjedhor. I them mirëmëngjes dhe përshëndetem me kolegun me gazetarin Ardit Rada. Ardit, mirëmëngjes, përshëndes, faleminderit që gjetët kohën dhe jeni në Report Televizion. Faleminderit. Faleminderit juve. Spartë dy pjesë, le themi personalisht, ju si po e prisni këtë proces zgjedhor të ditës sotme, që tashmë ka nisur në 5 bashki me ato problematikat e vogla, por ndoshta edhe të papërfillshme, dhe sa të rëndësishme janë këto zgjedhje për pushtetin vendor, që është, le të themi, një komunikim drejt për drejt i qytetarëve, pra me problematikat që ata kanë, për qytetarët e këtyre 5 bashkive apo edhe për opinionin e gjerë publik? Unë mendoj se vetë banorët e 5 bashkive që sot janë në garë elektorale, janë më se të qartë për rezultatin final, sepse janë ata që i njohin më mirë kandidatët që garojnë, dhe nga ana tjetër e kanë parë nga afër frymën në terren të gjithë kandidatëve, frymën e atyre pak ditëve të fushatës që patën në dispozicion. Por, unë mendoj që përveç anës administrative, pra për të plotësuar vendet bosh të kryetarëve që lanë detyrën për të bërë deputet, ose edhe ministra, po. Kanë një vlerë tjetër të veçantë kjo fushatë. Kemi parë një fushatë minimaliste ku kryetarët e partive kryesore as nuk kanë marrë pjesë fare në terren në përtakime me banor apo në mbështetje të kandidatit tyre, pra në çdo bashki. Kështu që si rrjedhoi përveç se një rezultati të pritshëm ku duket se dominon Partia Socialiste, unë me interes shoh vetëm garën në Corrik dhe garën në Mat. Për arsye sepse në rastin e Matit ne kemi një kandidate e cila ka dalë nga radhët e Partisë Socialiste si e pavarur, me gjas si pasojë pak kënaqësive që ka patur në bazën e Partisë Socialiste në Mat, dhe nga ana tjetër në Corrik ne kemi një kandidat të Partisë Shqipëria Bëhet, i cili është shfaqur energjik në ato pak ditë fushatës. Pra, janë bashkime nga 3 kandidatë ku vota e opozitës, po ndoshta dhe ajo e mazhorancës do të ndahet, dhe aty do të shohim se çfarë kanë gabuar partitë e mëdha nëse kanë këto të pavarurit, pra, apo të partive të treta, një rezultat breslënës, jo detyrimisht fitues. Edhe Vlora Ardit është me 3 kandidatë, apo aty është specifika tjetër, se aty është, le të themi, tek opozita pak a shumë kjo ndarja apo 2 kandidatët, nëse mund të themi, nëse ke diçka për Vlorën. Në rastin e Vlorës, po, kemi pak kënaqësi në radhë të opozitës, por të shohim kandidatë që dalin nga radhët e opozitës si të pavarur është një ngjarje, një histori që e kemi parë dhe më parë, jo vetëm në këto zgjedhje të pjesshme, por edhe në ato rastet kur demokratët janë bashkuar qeverisjes socialiste, qoftë në rang zëvendësministrash, qoftë në rang në kryetarësh bashkish apo drejtorësh, kështu që nga Partia Demokratike nuk është se përbën ndonjë risi të ikin figurat e saj lokale. Unë mendoj që në këtë rast vetëm dështimi i Partisë Demokratike dhe i opozitës është ajo për të bashkuar opozitën, si të thuash, në pretendimin se duhet mbështesim kandidatët e pavarur, sepse pam një bashkim të opozitës deri diku në rastin e kandidatit të vetë shpallur për Tiranën, por këtë frym nuk e pam në asnjë nga 5 bashkitë apo 4 bashkitë e tjera, 5 bashkitë e tjera të ndodhte. Ardit, po, opozita, se kjo është pyetje tjetër që kam, më themi, nuk kishte kandidata, po pse zgjodhi këtë mënyrë, le të themi, për të garuar? Nuk di se këto janë edhe zgjedhje që erdhën edhe, le të themi, shumë shpejt pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Vërtet nuk kishte kandidata, nuk do të justifikoj humbjen, nuk e di. Ne nuk dimë as rezultatin dhe nuk duam të parajgjykojmë, por jemi ende te kandidatët. Pse ka ndodhur kjo sipas jush? Po, sigurisht mos harrojmë, nuk ka të bëjë me kohën, një parti politike aq më tepër që është alternativë dhe pret, pra është partia e dytë politike në vend, nuk lufton me kohën, por duhet jetë